miq Prizmës. Titulli në fakt i këtij klipi të shkurt është Dy sherr budallë. Në të vërtet janë dy maskare të dy shteteve me shqiptar, të cilët sigurisht në natyrën e tyre njerëzore kanë të keqen, kanë një lloj patriotizmi i cili sigurisht e nxjerr si Shqipërinë dhe Kosovën në mënyrë tragjike në sy të keq. Edhe gjatë atij momenti që quhet konformim, patriotizëm, jo nacionalizëm, po dhe në sy të botës. E kam fjalën për Sali Berishën dhe Albin Kurtin. Nuk i barazoj, janë të ndryshëm. Albin Kurti sigurisht nuk ka vrarë si Sali Berisha. Ka nacional socializmin e tij të vështirë sipas meje, që shfrytëzon sigurisht një pjesë të madhe të elektoratit në Kosovë, është si ai. Dhe Sali Berisha që ka shumë pak elektorat në Shqipëri sot, dhe që është një nga njerëzit të atij nacionalizmi vetëm për familjen e tij. Nacional korrupsionin më të madh të botës dhe të familjes. Ku e kam fjalën? Pikërisht në ditën e 9 majit, ditën e Evropës, kur ambasadori i BE-s këtu Gonzato, Sali Berisha e ka sulmuar edhe më përpara, e ka sulmuar si e ka sulmuar si, po them çoptë, e ka sulmuar si homoseksual, e ka sulmuar si njeri i cili shërben qeverisë këtu. Dhe sigurisht kur Gonzato mbriti të thotë që s'ka asnjë lloj problemi për integrimin e Shqipërisë. Dhe ky lloj dhe ato diskutime që janë bërë janë dizinformime. Sali Berisha me herë duke i zbardhur hunda, duke i zbardhur mjekra, duke i lvizur syt si një njeriu patologjikisht i smur ose njeriu lunatik. Sali Berisha është një super lunatik i jashtëzakonshëm, por që shoqërohet mësën edhe me krimin. Është njeri që e di që ka bërë krim edhe për atë krim dikur do të mbajë përgjegjësi se s'bën. Shpresojmë në të gjallë, por edhe kur mos jetë gjallë ai do të jetë me krimin e shoqëruar. Dhe sigurisht e sulmon duke i thënë që je ambasadori i Edi Ramës, por duke sulmuar Gonzato sulmon gjithë Bashkimin Evropian. E sulmon sepse normalisht ai tash e ka tmerr që ata i hapin rrugën Shqipërisë. I hapin rrugën Shqipërisë sepse ai ka tmerr mungesën e pushtetit të tij dhe ka tmerr që nuk i hapin rrugë atij. Ky është edhe momenti tragjik për mbi interpretimet që bën ai, interpretimet politike, filozofike të tija janë shpellë konstruksion, nuk din ndryshe. Aty ku rrin lakuriqët e natës të varur në shpellë, aty rrin edhe Sali Berisha. Ai është mendimi i tij. Dhe në këtë pikë i bëri sulmin, normalisht që pastaj edhe dekani, që është ai ambasadori i Kiprit, dekani i ambasadorëve të Bashkimit Evropian, ja ktheu restan duke i thënë që je mësuar ti bësh këto gjëra. Gonzato ka bërë punën shumë mirë. Dhe ne vazhdojmë ta bëjmë punën shumë mirë me Shqipërinë. Sigurisht atij i vjen tmerr që ai nuk konsiderohet. I vjen tmerr që nuk i del asnjë e mirë edhe nga marrëzirat që bën me protesta, bile tash i paguan, familja e tij paguan edhe shtetas italian në dukje, se njëri ishte italian, 3 janë arrestuar, një tjetër ishte rumun edhe një tjetër ishte, nuk e di, algjerian apo siriana, diçka e tillë, po me shtetësi italiane, që të hedhin molotovët. Kupton se ku ka shkuar deri në çfarë pike shkon marrëzia e një plaku tashti që jo vetëm që është i poshtër, siç ka qenë gjithmonë, dhe antikombëtar dhe anti-shqiptar, por është edhe rufjan maskara me Evropën edhe me gjithë kënd që sigurisht nuk është në linjën e tij. Ky është i pari dhe Sali Berisha. I dyti është Albin Kurti, i cili merr pjesë në atë kongresin e partisë, pak a shumë ai ka sponsorizuar në Maqedoni dhe që i ka përçarë shqiptarët përfundimisht atje në mënyrë tragjike, po ashtu siç ka përçarë shqiptarët e Kosovës me Shqipërisë, ashtu do përçante edhe ato të Maqedonisë. Albin Kurti i tillë është, pretendoj më tepër prej tij, por në atë kongres të Vlen bashkohen nacional socialistat e Albin Kurtit në Maqedoni me nacional
qelpsinat e Maqedonisë të Veriut që prezantohen nga Mickovsi dhe për ma tepër nuk ekzekutojnë dhe hymnin. Dhe rrinë aty si bufa. Nuk ekzistojnë as pika më e vogël e nderimit për kombin. Dhe ky populist nacionalist i madh Albin Kurti si bën përshtypje. Nuk i ka bërë përshtypje dhe s'ka pse ti bëj përshtypje sepse sigurisht ata që e njohin e kuptojnë se për çfarë vepron. Çfarë do të barazoj Albin Kurti. Ka marrë si qëllim edhe ka rrit të barazoj Kosovën me Serbinë. Këtu e ka hallin. Ai barazimi i kësaj pune është edhe me krime. Barazimi i kësaj është edhe në të keqen e madhe që duhet. Jemi të barabartë. Jemi të barabartë, nuk është vetëm për t'i trajtuar si të barabartë, po edhe në krimet e barabarta. Po këtë nuk e mrin duke thënë kështu siç po e them unë, por duke bërë të kundërtën edhe duke u joshur edhe duke përfituar në këtë rast vetëm serbët. Nuk ka për të përfituar as Kosova as serbët, se bota nuk është e marrë, por mrin deri atje, ajo e famshmja Partia Vlen në aleancë me Mickovskin edhe me këta nacionalistët e dhier Maqedonës, anti-shqiptar të betuar normalisht, që mos të ekzekutojnë edhe hymnin kombëtar. Nuk e duan, sepse se kanë dashur kur, i kanë ndaluar dhe gjuhën, edhe është vetë Albin Kurti që thotë nuk ka pasur ndonjëherë gjuhë zyrtare në Maqedoni shqipja, s'ka qenë kurrë. Është tash ka shkuar deri në ato elementet më grotesk të maskarllëkut të tij, por le ta gëzojnë kosovarët se mirë u bë, ashtu siç thonë për ne, edhe ne kemi drejt themi për ato. T'ju akzoft mrapanica sepse sigurisht ai është për to. Unë besoj që Albin Kurti është gjëja më e mirë që i ka ndodhur Kosovës. Duhesh patjetër të ishte një njerëz si puna e tij, që të kuptojnë që po jetojnë si për reve me ëndra idiotësh. Me marrëzirat, duke mos vënë mend se si duhet i zgjidhin problemin, se nuk është problemi vetëm i Albin Kurtit, është problemi një shoqërie që mendon, përjetohet edhe si them tash edhe jo vetëm që mendon edhe përjetohet në këtë lloj mënyre, ky lloj patriotizmi, nacionalizmi idiot, po dhe përvijohet në këtë lloj mënyre, duke rënë ne çdo gjë në botë për të bërë si serbët. Kjo është e tmerrshme, e jashtëzakonshme. Kaq shumë i është futur ai lloj armiku në zemër sa e dashurojnë, vdesin për Serbinë, marojnë, si ta imitojnë, si ta bëjnë të veten. Urrejnë veten e tyre, shqiptarët, Shqipërinë, urrejnë gjithçka që është vetëm që të barazohen me serbët. Dhe ky është Albin Kurti. Dakord, miqtë mi? Miqtë Prizmës. Protesta e fundit, e kilometrave të fundit të Sali Berishës ishte edhe më e padobishme, më e shëmtuara, më me pak njerëz, më kot, më absurdje. Mirë po, kush protest nuk është absurde tashmë? Kush protest e drejtuar nga Sali Berisha dhe rreth rrotullakët e tij, nga ato lëpirësit e mrapanicave të tij të fishkura, cila prej këtyre protestave nuk është më idiote se tjetra. Sigurisht Berisha i thotë që është njëra më e madhe, më madhështore se tjetra. Por në të vërtetë të gjithë e kuptojnë që plagun e kanë lënë vetëm në shejtnik e tij. E kanë lënë vetëm në marrëzirat e tija, të cilat sigurisht vetëm një diçka kanë normale. Ai ishte në mbrojtje të atij investimi 36 vjeçar që ka bërë mbasi ka ndruar 4 partie, edhe që është Partia Demokratike. Partia sotme demokratike është perverse njësoj si Sali Berisha. Në të vërtetë nuk është ajo Partia Demokratike, po Partia Demokratike pronë e Sali Berishës. Është perverse si ai, është si familja e tij. Ajo është partia ku mobilizon njerëzit për të dhënë jetën për Sali Berishën, për Liri Berishën, për Argita Berishën, për shoqin e saj me kapele, Republikën Kokë, për Shkëlzen Berishën edhe për grua, nuk e di, që ka opinioniste, e ferma,
Për këto tash ne duhet mobilizohemi edhe t'japim jetën. Për këtë familje, e cila sigurisht është familje që origjinën e ka nga Viçidoli, duhet që shqiptarët të vdesin. Sepse sigurisht po të thuash që Sali Berisha mbron demokracinë, duhet të jesh o idiot, o njeri i keq. Sepse të mbrosh demokracisht do të thotë që të vjedhësh zgjedhjet që i vodhi me dhunë në 1996 në Sali Berisha. Të mbrosh demokracinë, domethënë të sulmosh shtetin, të bësh gru shteti si në 4 shtator të 1998 si Sali Berisha. Të mbrosh demokracinë, domethënë të hedhësh në erë një fshat komplet për korrupsion, si në 15 mars të 2008 si Sali Berisha. Të vrasësh si 21 janar të 2011 si Berisha. Kjo është demokracia. Të vjedhësh gjithë rrugën e kombit, të mos marrosh një rrugë, të marrosh keq ato, të grabisësh në mënyrë të jashtëzakonshme pasuritë minerare të vendit, mos marrësh as taks, as rentën e taks. Të japësh në koncesione, ta përdorin gjithë naftën e vendit dhe mos marrësh as i lek. Të kesh 1000 industri të cilat sigurisht përfitojnë edhe kanë ngritur edhe oligarkinë e famshme, e cila vazhdon të jetojë një pjesë e saj, jashtëzakonisht mirë dhe pa Berishën, por që të kenë gabitur vendin në mënyrë significative. Të ndërtosh si lanën dikur, të mësosh të grabisësh Bregdetin, të thuash që ke tokën dhe pronën atyre që s'kan pasur kur vjetër e tyre, që janë ulur prej male dhe kanë zaptuar gjithë tokat edhe pronat e qyteteve, të thuash që s'keni vend këtu, jemi ne origjinarët, të mësosh të kenë përçarje religionare, përçarje krajinore. Kjo është të jesh me demokracinë dhe me Sali Berishën dhe me familjen e Sali Berishës. E protesta e fundit po kuptua se çfarë ishte. Ishin vetëm 500 vetë përballë 1500 policëve, cilët nuk i lanë të bëjnë mjau mjau, megjithëse gjuajtën edhe, por s'kishin grupin e sulmit, s'kishin mundësi të bënin asgjë. Dhe një delirant si Sali Berisha, që pastaj thoti aliria vdekje dhe marrëzira të tilla. Thira që i bën për të vdekur për familjen e tij, të korruptuar, non grata, të korruptuar dhe non grata, sepse nuk është vetëm Sali Berisha. Keni harruar që është non grata e gjithë familja e tij, absolutisht e gjithë familja e tij. Nuk mund të shkelit tokën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Britanisë së Madhe. Një familje e tillë bën thirrje që ne të vdesim për to. T'japim jetën, t'japim pasuritë tona për mrapanicat e Sali Berishës, Liri Berishës, Argita Berishës edhe Shkëlqen Berishës, bashkë me sosëropin e tyre. Janë më keq se sa familja Hoxha, familja Kapa, familja Shehu. Janë shumë më keq se sa ata. Janë më të korruptuar dhe më kriminal. Kanë vrarë më tepër për 36 vjet ata, se sa këto familje që përmenda më sipër për 45 vjet. E fundit është që doja të përmendja për këtë temë, raporti i çuditshëm që ka me folklorikët. Sali Berishës i kanë mbetur në partinë e tij folklorike, militanteske për idiotësh, i kanë mbetur vetëm ata që në fotografi është Edi Rama me Librazhdi, ta ulat ballën, edhe një folklorik i rreth me listel i shkop pap në fotografi. Pamje që i keni parë në Afganistan, keni parë në rripin e Gazës, palestinezët zakonisht bëjnë ashtu, djegin flamurin, shkelin me kam fytyrat, i rrajnë me shkop pakistanezët. Me këto tipat kështu, këto lloj nivelesh. Ata e shef edhe në qendër Tiranës, ata janë njerëzit e Sali Berishës. Ata që ndjekin Sali Berishën mbrapa, sepse ati i kanë mbetur shpella. Shpellarizmi edhe shpellarët i kanë mbetur në parti. Të gjithë tjerët që janë demokratë, të gjithë tjerët që sigurisht nuk i hanë këto, janë larg këtyre. Njerëzit që rrafin fotografinë me shkop, fotografinë e Edi Ramës me shkop, janë njerëzit e shpellave dhe këto i leverdisin, këto i kanë mbetur Sali Berishës. Ndërsa të gjithë tjerët që e quajnë veten intelektual dhe që rrinë me të janë sigurisht perversët, servil të përfitimeve të tyre. Janë njerëz të pamerituar në shoqëri, nuk dinë bëjnë asgjë në këtë lloj shoqërie përveç se keq, por që i mban Sali Berisha.
Te partia e sotme Sali Berisha është anulluar mendimi intelektual. Nuk e do kërkush. Nuk lejohet hyn ata që janë njerëz urban, intelektual, që kanë një mendim të tillë të pavarur dhe që mendojnë normalisht. Aty janë vetëm folklorikët, shpellarët, ignorantët, delirantët që i shërbejnë sigurisht Sali Berishës. Dakord, miqtë e mi? Tjetra. Bëri përshtypje vizita e Marco Rubios në Itali, pritja që i bën aty. Mirë po, më bëri përshtypje më tepër një diçka interesante. Kur shkoi në Farnezina, Tajani i paraqiti disa dokumenta që i kishin klasifikuar, identifikuar, dokumenta kishe po dhe shteti, që tregonin origjinën italiane të Marco Rubios, sekretari i shtetit, nesër mund të jetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pas presidentit Trump. Dhe ai sigurisht ishte në një farë mënyrë si më thoni, shokuar. Ishte një farë mënyrë i respektuar për ngjarjen, po me një lloj habije, me një lloj kurreshte të jashtëzakonshme. Po kështu është ka vepruar Merz kur shkoi në shtëpinë e bardhë, duke i treguar origjinën gjermane të Trumpit. Megjithatë Trump luan filme dhe nuk parahabitet shumë, thot faleminderit, po kaq. Ndërsa Rubio ishte tepër interesuar. Domethënë ideja që ai është një kubanez ose një hispanik e tejkaloi këtë ide që sigurisht origjina italiane është një origjinë nuk më ta klasifikoje gjithë respektin Kubës. Gjithapo është një origjinë e vjetër, është një origjinë e cila sigurisht i bën nder Marco Rubios. Edhe nëse nesër ai do të jetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do të jetë presidenti i parë i Shtetit Bashkuar të Amerikës me origjinë italiane. Edhe nuk mund të thuash se është vetëm hispanik, dhe se është vetëm kubanez me origjinë kubaneze, jo, është me origjinë italiane. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ju bëhet kjo shumë presidentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga evropianët, duke ju treguar që shikoni. Ju jeni nipat ton, por mos u zemroni kaq shumë, mos u bëni kaq shumë arrogant, sepse në fundit jeni nipat ton. Keni parasysh se në fund mund të jeni të fortë, mund të jeni të mëdhenj, mund të jeni ushtarakisht të mrekullueshëm, mund të jeni edhe teknologjikisht të lartësuar, mund të jeni Shtetet Bashkuara të Amerikës, po mbeteni nipat tan. Si Trump me origjinën gjermane, ashtu dhe Marco Rubio me origjinën italiane. Dakord, miqtë e mi?